Ardha e autobusëve të ri elektrik, paralajmërimi i ardhjes të autobusëve të ri elektrik është lajm i mirë për qytetarët e kryeqytetit në veçantë dhe për Kosovën në përgjithësi, sepse në kryeqytet, siç e dim, vinë edhe nga qytete tjera, tër Kosova. Po ashtu, përveç për qytetarët, kjo shërben edhe për punonjësit që punojnë aty, tash kanë kushte më të mira, edhe për qytetarët brenda, sepse jemi dëshmitarë se para disa kohë autobuset nuk kanë pas, sidomos ata urban, nuk kanë pas as klim, as kurrë, edhe ka qenë gjendje e rëndë të udhëtojnë, sidomos stinën e verës, qytetarët me ta. Ja, senet e mira nuk do të mund dalë, senet e mira do të më përkra si nga niveli qendror, si nga niveli lokal. Dhe politika nuk do të mi përqa nivelin qendror dhe nivelin lokal aty ku përfshihen interesat e qytetarëve dhe për të mirën publike ku është. Është një punë shumë e rëndësishme të na, si qeveria me komunën s'po mu i bien për kur gjo nuk i di. E unë mendoj si është mirë me mendu edhe qeveria dhe komunja me mendu për qytetar, e jo as për qeveri, as për komune. Në këtë mënyrë është mirë me zgjidh çështjen edhe mos me pas dilema. Në rast se është interesi i qytetarëve, unë mendoj se duhet me ble me i prun. Në vendet të tjera, kryeqytetet të tjera kanë tramvaja, kanë autobusa të tjerë special, kanë me rrymë elektrike, kanë tëna, pse na mos me i pas? Në rast se kuptohet brenda mundësive që janë i ka shteti. Prandaj iniciativa e komunës mua më pëlqen që duhet m'ia lehtësua punën qytetarëve aq sa është e mundun edhe sa ka mundësi. Unë mendoj që përveç që mbrojnë ajrin, mendoj që edhe lëvizja në komunikacion në përqytet kish mu rrallue e automjeteve, edhe në këtë mënyrë qarkullimi kish me qenë më i lirë, kish me qenë më i shlirë, kish me qenë më komod, edhe kishin mujt me qarkullu edhe qytetarët me automjete. Po mirë me pasë autobusa, nuk me prit populli. Në herë po pritëm 20 minuta, në herë gjysë orë, punën pe hupëm. Po, mirë është, shumë mirë është. Po se di që ka me thonë më të reja me tashtë, mirë është me bo. Me bo mirë është mirë. Me bo keq është. E që është.